pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dëshiron ta nderon këtë musafir edhe më tepër dhe pyet shokët e tij, thot kush është ai i cili e nderon musafirin e dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, dhe ngritet një sahabi me emrin Talha ibn Ubaidillah radhiyallahu anhu dhe thot unë e marr atë ja Rasulullah, e marr në shtëpinë time dhe du ta nderoj, dhe shumë është më rëndësi kur shkon te shtëpia e tij ky sahabi i nderuar dhe i drejtohet bashortës së tij, zojës së shtëpisë, duke thënë ekrimi dhaifa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nderoje musafirin e dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ky nuk është thjesht vetëm një musafir. Ky është musafiri i dërguarit të Allahut, që do thotë do duhet të kemi një tretman më të veçantë ndaj tij. Dhe bashortja e tij drejtohet duke thënë ma indana illa qut as-sibyan, na nuk kemi përveç atë ushqimin e fëmijëve. Dhe pastaj ky o zon si të veproj, thot hayini ta'amaki wa atfi'i sirajaki wa nawwimi sibyanaki idha aradu asha. Thot ja jep 3 udhëzime. Thot mas pari thot përgatite atë ushqim që është për fëmijët, edhe pse na do e shohim se antarët shtëpisë, fëmijëve, dy jepet përparësi gjithsesi, por në këtë rast ky ka qenë rast më i veçantë dhe ka qenë kohë kur kanë qenë do të para gjumit, kanë mujt fëmijët që atë natë të qëndrojnë ndoshta pak pa ngrënë, e të nesërme të hajnë, dhe këtu kanë bërë një vepër shumë të madhe, thotë atë ushqim që është për fëmijët, thotë servoja musafirit, thotë dhe ndale llambën. Edhe këtu është një mesazh i madh që do të marrim, dhe gjithashtu thot kur fëmijët t'i kapuria do të mashtroj disi edhe bëri që të improvizojë disi po dhe bëri që ata të flenë. Dhe me këtë rast e veprojnë këtë veprim, ata musafiri, duke qenë se llamba ishte e fikur, ata bën një veprim, e morën ato lugët e tyre dhe duke bën improvizonin, i rrokollesnin në për enët, sikur se kinë se dhe ata hanin së bashku me musafirin, musafiri atë natë do të ungop deri në fund, dhe të nesërmen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i drejtohet këtij sahabiut në namazin e sabat, duke thënë Allahu ka qenë i mahnitur me gjestin e juaj që keni vepruar. Dhe për të është zbritur pastaj një ajet i Kuranit që Allahu thot wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Thot të tillët janë ata cilët thot i jepnin përparësi të tjerëve para vetes, edhe pse vetë ata ishin të nevojshëm për këtë gjë. Edhe kush i largohet lakmisë dhe kush i largohet kopratësisë, ai vetë është i shpëtuar.